Asanet kanë kalu, I ti si mbylle syt për mu. Prindve, dedikim ndonjëherë? Për shembull të shumica artistave dedikimet I kanë edhe për prind. Deri tash jo, po edhe atyne. Se tash dedikoja gruse prindve jo s'ban. Nuk bën. Edhe në linë konflikt aty. Po vallai vjerra me nusa në luftë. S'ban me da. Cilët ja kishe bu ma përpara. Nëse ish dosht me zgjedh një, a me bu dedikim grus, a me bu dedikim nonës? Kujna I kishe bu dedikim? Ja nonës. Ke përzigje shpejt. Vallai, s'mlas me menush ka me thon masa nej. Ja nonës. Pse nonës për shemb? Tu pas rast, okay, edhe unë me lidh ekstrem shumë jam kohën me nonën tem, po diqysh na femnat kena shef edhe ka pak neve me na këshyra. Ke po që zhërëzojna kur e do burri ma shumë nonën e vet. Ka kong për krejt. Një nonës njëherë thoni gruja me gruni e ma gjatë tani. I jeta gjatë. Na I kong për nonën për shembull që na shta edhe vet kur tek na ish e vrejnë vetën që prekesh pak ose na I sen. Po ka të mira, si tash për nonën normal që të prek. Sidomos tash fare dikush e ka, dikush se ka. Po nashta na që I kem gjallë edhe si dim hala vlerën shumë. Po kur sash ja din vlerën më shumë. Edhe unë kisha thonë një çaj keni rungë e kështu në si syt, se vjen një moment që veç nuk janë mo edhe mandej I bjen pishman për gjithë secilin moment që veç nuk e ke kalu me ta. Shumë vërtet. Kështu që inshallah të jetojnë gjatë prind, inshallah ki afër vetë gjithmonë, te pas parasysh që janë për kraja më e madhe, besoj edhe për ty sigur për gjithë secilin fëmijë. Të kom lodh të qti me knu, po nuk ke kom qare pa ngodhe një kong për prind, çfarë do që qofta ajo? Okej. Për dhimbjen ma dë vogël, emrin ta kom thirr, asnjëherë nuk deshta me thanë lam tu mirë, non, oj, non. Asanet kanë kalu, I ti si mbylle syt për mu. As kush në bot si ti zduhet, I s'kan djenë zemra me fjallës thuhet.